Atmosfera festive ka pushtuar qytetin e Korçës me çeljen e edicionit të dytë të festivalit ndërkombëtar të bandave frymore Lulu Fest. Në këtë aktivitet marrin pjesë banda muzikore nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të Europës, të cilat do të interpretojnë një repertor të larmishëm në sheshet dhe rrugët kryesore të qytetit. Parada e bandave shënoi nisjen zyrtare të festivalit, i cili u pasua me një koncert në zonën këmbësore, duke sjellë një atmosferë të veçantë me tingujt e muzikës frymore dhe performancat artistike. Ndjesia është fantastike. Me thënë, Korça e meriton këtë gjë. Përveç faktit që Korça është qyteti i parë që kanë lindur orkestra e parë zyrtare e shtetit shqiptar. Me thënë, gjithë zona juaj ka një merit shumë të madhe. Përgëzime për gjithë qytetin, sepse keni një mikpritje të jashtëzakonshme. Jeni të mrekullueshëm. Ju falenderojmë pafund për mikpritjen. Festivali ndërkombëtar i bandave frymore është tashmë një nga aktivitetet më tërheqëse të sezonit veror në Korçë. Them me plot gojë që ky është festivali i vetëm në Shqipëri, festivali i bandave, sigurisht që shërben jo vetëm për për festivalet e verës që ne kemi për turizmin, por është dhe një festival i cili shërben sidomos instrumentave të frymës, cilat janë drejtëzhdukjes në Korçë, por dhe në gjithë Shqipërinë. I frymëzuar nga trashëgimia e bandave legjendare korçare Batra dhe Iliria, ky festival është më shumë se muzikë, është histori, traditë dhe identiteti artistik i qytetit të Korçës.